Pa përfundimit e edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania, pritet që programi të rikthehet me ndryshime të thella në strukturën e tij. Ky edicion i fundit, ndryshe nga pritshmëritë e publikut, nuk arriti të mbajtë njëjtin nivel audiencash dhe entuziazmi si vitet e kaluara. Sipas statistikave të shpërndara nga burime mediatike, pati një rënje të dukshme të shikueshmërisë, sidomos të krahasim me edicionin e dytë, i cili u konsiderua një sukses i jashtëzakonshëm, me fitoren e këngëtarit Luiz Ejeli. Në këtë kuadër, stafi drejtues i programit po shqyrton mënyra të reja për ta rifreskuar dhe përforcuar interesin e publikut. Një nga alternativa që përflitet me ngulm është ndryshimi i plotë i formatit të spektaklit, i cili pritet të sjellë një dimension të ri. Burime të afërta me produksionin kanë lëshuar disa sinjale se sezoni i ardhshëm mund të titulohet Big Brother VIP Couple. Në këtë version të përfolur, konkurrentët nuk do të hyjnë më si individ, por si çifte. Ideja kryesore e këtij koncepti është që çdo çift të funksionojë si një njësi e vetme brenda shtëpisë. Ata do të nominohen së bashku, do të garojnë bashk dhe në rast të eliminimit do të largohen njëkohësisht. Kjo pritet të sjellë një dinamik tërësisht të re në lojë, ku partneriteti, bashkëpunimi dhe mbështetja reciproke do të jenë thelbësore për mbijetesë. Çiftet do të duhet të ruajnë ekuilibrin mes marrëdhënies së tyre dhe lojës strategjike, gjë që bën sfidën më të ndalikuar se kur më parë. Ky ndryshim rrënjësor në strukturën e lojës, sipas ekspertëve të medias, mund të xhelerojë spektaklin dhe të rrisë përfshirjen emocionale të publikut. Formati couple mund të shmang krijimin e lidhjeve të pavërteta dhe strategjive boshe për të qëndruar gjatë në lojë, pasi çdo banor do të ketë partnerin e tij për të përballur me çdo situatë. Ky element e zhvendos fokusin nga lojrat individuale te një përvojë më intime dhe emocionale, e cila mund të ndikojë pozitivisht në vlerësimin e spektaklit. Nëse ky koncept realizohet, ai do të shënojë një epokë të re për Big Brother VIP Albania, duke ofruar një përmbajtje më të thellë dhe ndoshta më reale për publikun që tashmë kërkon më shumë se sa dramë të sajuar. Mbetet për tu parë në javët në vijim nëse produksioni do ta konfirmojë zyrtarisht këtë format, por deri atëherë, ky lajm ka zgjuar interes të madh dhe pritet me padurim nga fansat e emisionit. Po ju çfarë mendoni për këtë situatën? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.